vështira, por e kemi te kalu situatën, ka pas dhe momente tjera të rrezikshme, një moment vogël. Bjetoj. Po kush janë vështirësitë që ti hasësh në përditshmëri ose je hasur në përgjithësi në punën tënde? Shembjet, sepse kjo është pjesë e rëndë. Vagonat. Për shembull, sa lek merr ti sa vagon? Për 4 orë marr 40.000 lekë të vjetra. Në ditë? Po. Punon çdo ditë? Çdo ditë. Në ditë? 40.000 lekë vjetra. Në ditë? 40 herë 30, 4 herë 3, 1200 në muaj. Si është, se jam shumë kurioze, si është të punosh në errësirë pjesën më të madhe të ditës tënde? Punosh në errësirë, qofse mësosh për ditë nuk bë përshtypje, por të punosh në errësirë, ne përdorim dhe këto dritat, edhe na duket normale. Jam mësuar. Unë jam Mema dhe na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Andale.al për të parë episodin e plot dhe të gjitha prodhimet e Andale.